ajo që po ndodh ditët e fundit në Pishporo në fakt është konsideruar nga ekspertët si një masakër mjedisore, ku janë zhvilluar punime në një zonë e cila pretendohet që duhet ishte e mbrojtur të paktën me ligj. Konkretisht duke qenë që ju e keni ndjekur edhe nga afër situatën, çfarë po ndodh aty? Kush po e shkatëron Pishporon dhe kush po i lejon këto ndërtime? Po e shtroj në këtë mënyrë duke qenë që pretendohet që duke qenë se është zonë e mbrojtur nuk duhet të lejohen që të futen makineri dhe nuk duhet ishte dhënë një leje e tillë. Në fakt në Shqipërinë tonë, e cila është e dobët nga ana ekonomike, nuk ka arritur dot në këmbështrimin tim qeveria të japi si thua zhvillim ekonomik vendit, edhe alternativë qytetarëve të saj, kështu që ka zgjedhur një model i cili bazohet tek pastrimi parave të pista dhe turizmi, që në këmbështrimin tim nuk është se japin e para një paratë e pista ndikojnë negativisht në ekonominë e një vendi, po nga ana tjetër pas do turizmi kemi parë që nuk është se po e transformon vendin tonë, por po arrin domethënë që të japi një kapërcim cilësor, le të themi. Gjithsesi, shkatrimi i zonës Pishporo Nart, zonës të mbrojtur Pishporo Nart, ka nisur që më herët, ka nisur që në idenë kur kryetar bashkie i propozuan parlamentit ndërhyrje në ligjin për zonat e mbrojtura, që të kishë mundësi që t'i lejonin ndërtimin e resorteve luksoze brenda zonave të mbrojtura, kështu që ka pasur që më herët ndërhyrje dhe kanë arritur që nëpërmjet ndryshimit në ligjin e zonave të mbrojtura të japi mundësi sot kujdo që do të ndërtoj brenda zonave të mbrojtura, mund të ndërtoj sipas ligjit në fuqi për zonat e mbrojtura. Ka pasur protesta aso kohë që protestoni kundër këtij ndryshimi në ligjin e zonave të mbrojtura, por që nuk ja arritëm dot që ta ndalonim. Nga ana tjetër, Bashkimi Evropian i ka kërkuar Shqipërisë që të ndryshojë legjislacionin atë pjesë të ligjit që ka ndryshuar për që lejon ndërtimi brenda zonave të mbrojtura. Dhe për këtë arsye, ajo që po ndodh sot është që pavarësisht se ata kanë ligjërisht të drejtën të ndërhyjnë brenda zonave të mbrojtura, nuk po e bëjnë këtë gjë duke thënë publikisht se kush po ndërton dhe pse po është rrethuar kjo zonë e mbrojtur. Theksoj se bëhet fjalë për një zonë e cila ka vlera të veçanta, nga ana tjetër nuk ka pasur asnjë konsultim me banorët aty, po ashtu me banorët të cilët pretendojnë pronësi në një pjesë të Zvërnecit, pra në tokat të cilat janë rrethuar tashmë. E qartë. Në fakt edhe ju si lëvizje keni kërkuar her pas here abrogimin e ligjit. Madje edhe para pak javësh deputeti Redi Muçi ka kërkuar abrogimin e ndryshimeve, domethënë abrogimin e ligjit për zonat e mbrojtura, të paktën atë pjesë të ndryshimeve të cilat, siç e thatë edhe ju më përpara, prekin edhe këtë. Madje dhe anullimin më herët, muaj më parë është kërkuar edhe anullimi i ligjit për investime strategjike. Çfarë do të bëni ju më tej për këtë situatë, po themi, duke qenë që mbase një nismë ligjore, mbase... Po, ne kemi ndërmarrë një nismë ligjore, e cila po mbështetet edhe në nënshkrimin e qytetarëve që po ndodh tashmë, ku një nga propozimet është dhe anullimi i ligjit për investitorin strategjik, sepse ne shohim ligjin për investitorin strategjik si një mekanizëm ligjor që ka krijuar qeveria për të shpërndarë pasuri publike tek oligarkët. Kështu që ne mendojmë se pasuria publike i përket gjithë popullit shqiptar dhe duhet përdorur në dobi të tyre dhe jo për të pasuruar një grup të ngushtë njerëzish të cilët janë të lidhur me qeverinë. Kështu që deputeti dhe përfaqësuesi i në parlament Redi Muçi do të çojë përpara këtë kërkesë nga ana ligjore. Nga ana tjetër, ne shohim që këtu ka nevojë edhe për organizim të qytetarëve për pasur mundësi për të bërë rezistencë ashtu si i takon në fakt jo vetëm këtij rasti, por gjithçka që po ndodh në vendin tonë, që të kemi reagim për të mos lejuar ndërhyrjen reale në zonat e mbrojtura, por edhe për zonat tjera të cilat shohim që janë pasuri publike, po tjetërsohen, privatizohen me dokumenta, me persona të cilët nuk i njohim, sepse këtu përdoret një lloj mekanizmi i tillë që pa pritur një pronë publike, bëhet dikush pronar i kësaj prone publike dhe më pas kjo kalon për ndërtimin e resorteve turistike. Konkretisht në Pishporo do të megjithse Pishporo është një zonë e mbrojtur, kategoria e 5, do të ndërtohet
si për një godin me 8 kate, nuk e di, domethënë objekti i ndërtimit është për qëllime turistike apo jo? Po, domethënë informacionet nuk janë të qarta. Në Shqipërinë dhe vendin tonë që pretendon se do të andarësohet në Bashkimin Evropian, nga ana tjetër ti e ke të vështirë të marrësh përgjigje edhe informacion nga institucionet tona. Kemi një ministër i mjedisit i cili thotë që aty nuk po ndodh asgjë. Thotë thjesht se po krijohet një farë infrastrukture për diçka se cila është ajo që për cilën po ndërtohet kjo infrastrukturë, nuk na bën me dije. Këto janë standardet në cilat operon sot qeveria shqiptare, e cila thotë që ne jemi me standarde europiane, por çfarëzi minimumi që kanë detyrim që të japin përgjigje qytetarëve nuk e zbatojnë. Nga ana tjetër duan të bëjnë këto gjëra fakt të kryer, ashtu si bën dhe me aeroportin e Vlorës dhe më pas rregullojnë gjitha dokumentacionet që u duhen atyre. Nga ana tjetër, unë e shoh që ata që ne edhe si Lëvizje Bashki i quajmë oligark, nuk duan të humbin kohë në procedura dhe burokraci. Fundja kush do i ndaloj? Policia e kujt do të ndaloj ata të veprojnë kështu si po veprojnë tashmë, që pa pritur të vendosin një blokad dhe të nuk e lejojnë ty si qytetar ta aksesosh atë zonë, nuk vendosin asnjë lloj tabele informuese dhe as institucione nuk thejnë përgjigje. Kush do t'i ndaloj këta persona që veprojnë kështu si veprojnë në Shqipëri? Koha për ta është e çmuar, duhet të ecin përpara, duke marrë sa më shumë pasuri publike. Ju, duke qenë që ju e keni ndjekur nga afër protestën edhe në terren, pra keni qenë edhe në Pishpor, banorët atje janë shprehur se po ju merret toka në këtë mënyrë dhe pati edhe reagime të ashpra. Çfarë kanë konstatuar banorët? Ka pasur më përpara një njoftim, sepse konsultim e prekët pak më herët që nuk kishte. Po një njoftim që për shembull nga data, po themi 20 maj do të nisin punimet ose diçka e ngjashme. Sigurisht që ka pasur fjalë të mëhershme që qarkullonin në zonë që madje ka pasur edhe pronar fiktiv që kanë dalë dhe kanë bërë dhe lajmërime në rrjete sociale duke thënë që po shes të tokën këtu, tokë që nuk u përkiste atyre dhe banorët më kanë bërë me dije për këto ndodhi që kanë ndodhur vite më përpara edhe gjatë kësaj periudhe, por banorët nuk janë njoftuar as pak nga askush për këtë gjë që do të ndodhi aty. Janë thjesht fjalë që kanë qarkulluar në zonë nga persona të cilët mund të kenë pasur dieni. Kështu që banorët kanë thërritur një protestë ditën e shtunë për të reaguar për tokat e tyre në fakt, të cilat janë zaptuar në mënyrë të padrejtë, por edhe për ato që po ndodh aty, pra që po ndërhyjet në zonë të mbrojtur. Ata vetë nuk kanë arritur që të ndërtojnë aty brenda në tokat e tyre, më herët, për shkak se edhe të vetë ligjit nuk kanë mundur që të bëjnë investime, nga ana tjetër shohin që tokat e tyre glabërohen në mënyrë komplet të padrejtë. Kështu që nga banorët do të ketë një protestë që patjetër ne do të jemi në krah të banorëve, po qëndrimi jon qëndron që ne jemi për mbrojtjen e zonave të mbrojtura, për mos ndërhyrje dhe mos ndërtim në ato zona. Protesta do të mbahet në Tiranë apo do të mbahet në Pishpor? Sepse duke qenë që protesta e fundit është zhvilluar para ministrisë. Do të mbahet në Zvërnec. Protesta do të mbahet në Zvërnec. E qartë, janë banorët duke organizuar. Në mënyrë që të japim edhe ndërgjegjësimin që nëse munden, domethënë kush të mundet të marrë pjesë, të shkojë dhe në këtë mënyrë që të shërbejmë pak edhe për përhapjen e lajmit për protestën. Sepse në fakt është çështje me interes publik dhe jo më kot, unë e bëra edhe intervistën. Pak më shumë detaje rreth protestës nëse e ke. Nuk e kam orarin akoma. Po di që janë organizuar dhe banorë të cilët nuk jetojnë në Shqipëri momentalisht për të marrë pjesë sa ditë në protestë. Unë jam njoftuar nga banorë të zonës, të cilët ka kërkuar që të jemi krah tyre në kërkesën e drejtë në fakt për sa i përket pronave tyre. Me qartë. Nuk ka pasur zonë Shqipëri që është shkatruar nga banorët. Banorët gjithmonë janë kujdes si për pyllin, si për detin, si për malin. Kanë qenë gjithmonë kujdesshëm me natyrën. Gjithmonë është shkatruar nga ata të cilët kanë arritur nëpërmjet ligjit të aksesojnë zonat caktuara dhe ndërhyjnë aty duke përdorur këtë hapësirë dhe
që duhet shërbejnë të gjithë për pasurave të tyre dhe janë brutale. Dhe në këvështrimin tim, nëse ne lejojmë që këto gjëra të ndodhin, nuk kemi për t'ja ditur fundit, nuk e dim ku do jetë fundit, do shta ku mbaroj gjithçka ose ku këtu mos ketë më njëri i cili jeton. Se nga tjetër ne shohim që këtu vinë turistë, por ne kemi emigrim të lartë, si ka mundësi, nëse Shqipëria mund të thuhet që po ka zhvillim ekonomik, si ka mundësi që pagat ngelen të ulta. Nga ana tjetër ata turistë që vinë bashkë me produktet e tyre, sepse Shqipëria sot importon produkte për përballuar fluksin e turistëve të cilët po e frekuentojnë Shqipërinë gjatë kësaj periudhe. Kështu që turistët vinë bashkë me produktet e tyre. Pra, e vërtet është që vinë turistë në Shqipëri, po zinxhiri ekonomik nuk i përket prodhimit vendas. Dhe nga atje ne nuk përfitojmë asgjë nga ky lloj turizmi. Ata që përfitojnë në fakt nga ky lloj turizmi, po të marrë shembullin e thjesht, janë ata të cilët zotrojnë një hotel, sepse nëse vini turist dhe shpenzon 100 euro, ai që merr një pjesë edhe nga spekulimi dhe nga çmimet të cilat i kemi parë edhe vetë si janë, për ta që e zotron një resort. Nga ana tjetër, gjithë produktet që ai konsumon ky turist shkojnë te zinxhiri i vendit, ose si thua shkojnë në dorën, paratë që merren shkojnë në dorën e atij që ka prodhuar këto produkte. Kështu që edhe modeli që po bëjnë për shkatërrojnë natyrën, për zhvilluar Shqipërinë dhe për të na pasuruar ne nuk qëndron as pak në të që po shohim në vendin tonë. E qartë. Në fakt, alarmi për turizmin masiv, po e them kështu, disa vite më parë, kur u promovua nga qeveria si një ndër strategjitë kryesore, pikërisht kjo ishte kritika më e madhe. Pra që në Shqipëri shpeshherë mungon balanca midis të prodhuarit të mira publike mbase edhe për banorët e zonave të cilat preken nga turizmi masiv, edhe pastaj shkatërimit. Pra nuk kemi një ekuilibër midis ruajtjes së natyrës, që të kemi diçka të shëndetshme, që të përfitojnë të gjithë. Pra që të mirat materiale të prodhohen për të gjithë. Nuk e di se si e shikon këtë të shpërndarë në zona të ndryshme, duke qenë që kemi disa zona konflikti, po themi nga veriu në jug, ku banorët po përballen shpeshherë me marrjen e pronës. Nuk e di se si i ke parë ditët e fundit këto, sepse nuk është vetëm zonë Pishporo, e cila po përballet në fakt me këtë situatë. Ajo që kam parë unë që prej zgjedhjeve, domethënë edhe më përpara, por prej zgjedhjeve të vitit 2025 kam parë një avancim të oligarkisë edhe në mënyrë komplet brutale. Domethënë kur ti arrin që ti marrësh pronën banorëve të zonës dhe ata ti spostosh si nga aksesi për atë zonë, sepse unë nuk mendoj se kur ndërtohet një resort luksoz, ai banori që mund të jetojë te zonat përreth mund të ketë mundësinë ta frekuentojë. Përkundrazi, ai do e shohë nga larg, do ketë kur mundësi të afrohet atij Bregdeti dhe janë zona të cilat kanë qenë të ruajtura nga vetë banorët dhe kemi parë që ka shkuar rruga e para, por nuk ka shkuar për të shërbyer atyre banorëve, që këta banorë ndërtojnë ekonomitë e tyre lokale të vogla, që kenë mundësi të qëndrojnë aty, të punojnë aty, të mbajnë familjen e tyre, por i ka shërbyer atyre të cilët ka lëbuar për atë rrugën dhe pastaj për t'i marrë ato territori. Dhe kjo po ndodh kudo nëpër Shqipëri. Ne kemi parë kudo nëpër Shqipëri dhe në emër të zhvillimit, në emër të turizmit, në emër në fakt të atyre që financojnë fushatat elektorale të partive politike, të cilat e përdorin pushtetin jo në dobi tonë. Unë nuk e shoh në dobi tonë, shoh një popullsi e cila i ka marrë valixhet edhe largohet, kështu që nuk shoh asnjë të mirë nga ky lloj modeli që e shpjegova edhe më herët që nga ana ekonomike është zero. Nga ana ekonomike është zero, thjesht ndikon tek ai që ka pronë, pra ai që ka një resort, ai mund të marrë diçka nga ky turizmi masiv, pastaj pjesa tjetër shkon sërish jashtë aty nga kanë ardhur dhe turistët, pra parat, kthehen pas. Dhe një tjetër element që të paktën mua personalisht më ka bërë përshtypje është gjithmonë para se të ndërtohet një resort ose çfarëdo lloj objekti që të jetë me justifikimin që do shërbej për turizëm, për zhvillimin e zonës, gjithmonë janë të para burimet natyrore ato të cilat preken. Përmendim këtu ujin, përmendim gjithmonë marrjen e tokës së banorëve ose pyje. Unë personalisht deri më tani nuk e di pse nuk i kam dhënë dot një shpjegim situatës që përse gjithmonë duhet që të merren të mirat materiale ose pasuritë natyrore dhe të përvetësohen në këtë mënyrë, ndërkohë që janë
pasuri shekullore që kanë qenë gjithmonë aty për që shërbejnë banorëve dhe madje edhe kur merren gjithmonë me pjesë me justifikimin që do merret një pjesë dhe pjesën tjetër sërish e kanë banorët, por në fakt nuk ndodh kështu sepse kemi parë siç e thash edhe më herët edhe në zona të tjera që gjithmonë për shembull në rastin e ndërtimit të heceve, lumenjt janë marrë dhe janë futur në tuba masivisht, duke mos lënë më pas ujin për bujqësinë apo për blektorin. Burime natyrore nuk janë të fundme. Po, nuk burime natyrore nuk janë të fundme. Kësaj pjese është aksesi në burim, është aksesi, domethënë është aksesi në një burim. Nëse imagjinojmë që ka një burim uji dhe është i vetmi burim uji, në vend që të përdoren nga të gjithë, ashtu si ne do donim, se na takon të gjithëve, dikush do që ta ketë atë burimin që më pas na e shesin në ujin. Që të krijoj fitim. Kjo ndodh me gjitha burimet tona natyrore. Pse shkojnë te burimet natyrore? Do ta kapim plazhin e mirë, ujin diku, lumenjin diku, sepse nëpërmjet asaj arrin të krijojnë fitimin. Pra aksesi që dikush ka një resort brenda një zone si Narta, do të japi atij fitime të jashtëzakonshme. Pavarësisht në vështrimin tim, ata janë dritë shkutur sepse mendoj se ajo natyrë do të ngelet ashtu e njëjtë pas ndërtimeve që ata do të bëjnë aty. Po kjo s'është e vërtetë, sepse ato zoj nuk do të kthehen më aty, flamingo nuk do të rrinë më aty, sepse nuk qëndrojnë në zonat të cilat nga situar fluks kaq të madh dhe ndërtime ndotje. Ndërtimi shkakton dhe shumë ndotje. E kemi parë edhe vuajmë ne në Tiranë nga ndërtimi masiv i cili na ka bërë të smuremi. Dhe kjo është e vërtetë. Këtu vdesin njerëz nga ndotja e ajrit. Kudo nëpër Shqipëri, por Tirana ka nivelin më të lartë të vdekshmërisë për shkak të sëmundjeve që shkaktohen nga ndotja e ajrit. Dhe shumë gjëra vuajnë në kurrizin e gjithëve ne. Shumë pak pasurohen. Shumë pak pasurohen. Është një grup shumë i vogël dhe është aksesi në burim që këta e marrin nëpërmjet situash pushtetarëve të cilët e përdorin detyrën publike jo për të mirë e të gjithëve, por për të mirën e personave të caktuar. Se për ndryshe, nëse ata që do bënin biznes do i futeshin një ekonomi e cila do të ishte konkurruese, ata do të konkurronin në treg. Ata konkurrojnë, domethënë nuk konkurrojnë fare, shkojnë në Nart me këtë konkurrojnë ata, nëse ndërtojnë një resort aty. Me cilin do konkurrojnë? Nuk ka konkurrencë fare, është monopol. Ashtu si ka ndodhur edhe po ndodh edhe me peshkun, peshkimin. Ne jemi popull i cili konsumojmë shumë pak peshk në raport me popujt e tjerë të cilët jetojnë afër detit. Dhe për mua është shqetësuese pse është pyetja. E para mund të vinë nga kultura jonë, po tjetra ndodh sepse çdo ditë më shumë po bëhet monopol peshkimi. Ne jemi popull i cili e frekuentojmë shumë pak detin. Vetëm 3 ditë në vit mesatarisht, se ka qytetarë të cilët nuk arrin dot që ta frekuentojnë detin. Dhe gjithë ky model që po ndërtohet nuk po ndërtohet që ne konsumojmë më shumë peshk, kemi jetë më të shëndetshme, shkojmë më shumë në det, që cili ka dhe benefite shëndetësore, jo vetëm domethënë kurative, jo vetëm për si thuash për relax, por edhe për pjesë tjera të shëndetit. Sepse ndonjëherë kur shpesh bie fjala për të diskutuar mbi problematika tani, se po dal pak jashtë teme, por gjithsesi gjithmonë në kuadrin e zonave të mbrojtura, sepse zonat e mbrojtura nuk janë thjesht pjesë toke, por përmbajnë faunën, florën dhe kanë shumë element. Por ndonjëherë kur diskutohet dhe ne që i shikojmë pak gjërat në mënyrë më kritike, ka gjithmonë këtë pjesën që, për shembull, tek pjesa që përmendët ju për aksesin e qytetarëve shqiptar në të mirat që na ofron natyra, që ne i kemi me shumë sipërfat një zonë të mirë, por nuk kemi akses. Dhe kur përmendet pjesa që një pjesë e mirë e shqiptarëve nuk bën dot pushime, është gjithmonë një pjesë që e kundërshton masivisht këtë pjesën, që ne sot jemi të lirë, mund të shkojmë ku të duam, nuk është më periudha kur kufizohesh që të qëndroje në një hapësirë të caktuar me detyrim. Ndërkohë që nuk është kështu dhe ne e shohim çdo ditë. Nuk e di pse ka edhe një shkëputje të një pjese të njerëzve nga ajo çka ndodh në realitet. Dhe prandaj ka për mendimin tim edhe kaq pak reagim dhe reagojnë vetëm personat që preken. Nuk e di ka pas. Unë do vlerësoj që ka shumë reagim. Domethënë, pavarësisht se qytetarët ndoshta nuk e dinë si dhe mënyrën e duhur për të reaguar,
por unë shoh pak nga rrjetet sociale që ka pasur shumë reagim për këtë ndërhyrje që po bëhet në zonën mbrojtur Prishpora-Nart. Nga ana tjetër, patjetër që gjitha instrumentet që ka pushteti i përdor për t'i bërë njerëzit të ndihen fajtor. Fakti që ti nuk arrin dot të bësh pushim është faj jot. Ndërkohë që nivelin e pagave e përcakton qeveria, sepse kur përcakton pagën minimale, ti paga shumë të përcaktuar dhe pagat e tjera, sepse nëse rritet paga minimale, shtyhen dhe pagat e tjera dhe shërbim si thuar të ardhurët e tjera sipër. Si mund t'i thot një pensionisti sot qeveria që është faji jot që ti nuk arrin dot që të bësh pushime, nuk arrin dot ta frekuentosh detin? Me çfarë pensionesh çfarë pensionesh po u jep pensionistëve? Sigurisht që ata kanë pamundur, por se kanë punuar një jetë të tërë që ta frekuentojnë detin sepse sot janë tek mbijetesa. Rinia, çfarë do bëjmë përpara? Do paguaj qëran e lartë, sidomos nëse jeton në kryeqytet, do mundohet të mendoj për të ardhmen e tij apo të familjes të tij, të saj, për të pasur një mundësi, një stabilitet të ardhmen, për të pasur një banesë që shkojnë shumë të rinë tentojnë dhe të marrin kredi për të arritur që ta blejnë një shtëpi, të mundohen të përballojnë kostot që mund të ketë në rast se kanë një problem shëndetësor, se sot nëse ke një problem shëndetësor, edhe të bie fati i keq që ta kesh të problem shëndetësor, që mos i hym edhe arsye pse ne kemi një jetë pa shëndetshme, ty të prishet gjithë balancat, kujdo që jeton përmes pagës së tij, prishen balancat mujor, nuk ja del dot në fund të muajit, sepse janë shumë të shtrenjta. Kështu që gjithë propaganda e qeverisë vepron kundër nesh, duke na bërë të mendojmë se faji është i jonë, që ne duhet të punojmë 2 punë, 3 punë, 4 punë, 10 punë, të jemi skllav të tyre nëse duam të jetojmë. Por çfarë jete është kjo? Kur ne paga na shton për paguar qëran, edhe nuk kemi mundësi që edhe e shohin domethënë të dhënat e statit sa shumë pak para harxojnë shqiptarët për argëtim. Argëtimi duket shihet edhe si luks, fatkeqësisht. Është luks, një pjesë të madhe të popullsisë. Është luks, dikush që ka familje, unë nuk kam si thuar familjen time, s'kam fëmijë që të them që e di realisht se çdo të thotë shpenzimet, por mendoj që nëse jeton për shembull në kryeqytet, si ja del sepse qërat janë tepër të larta dhe ka sjell ky modeli që këta kanë zhvilluar. Por edhe në qytetet tjera të Shqipërisë. Një grua ka të vështirë sot që shkojë dhe të punojë. Pse? Unë kam që kandidate në zgjedhjet e kaluara për qarkun e Fierit dhe kam takuar shumë gra gjatë asaj periudhe. Edhe gratë më ankojshin që i kishin pa mundur të punonin sepse duhet çonin fëmijët në Çerdë dhe i kishin tek fshati tjetër apo në Kopës. Dhe thoshte sa më bën rruga për ta çuar, kur vinë në shtëpi duhet shkoj sërish për ta marrë. Edhe ku ta gjej një punë që mund të jetë edhe në një qytet afër, që të kem mundësinë, domethënë që të kem disa të ardhura për familjen time. Edhe kështu ndodh me shumë punë. Sepse duket sikur kjo pjesa që po diskutojmë ne është e shkëputur nga pjesa e parë, por në fakt lidhet me pjesën që si shkëputet njeriu nga natyra dhe përse ndonjëherë nuk ka reagimi i dur dhe duket sikur ne jemi të përqendruar vetëm te pjesa që të sigurojmë të ardhura për të mbijetuar. Pra, si jeta jonë në shërbim të kërkimit të ushqimit. Dhe ndonjëherë pjesa tjetër e gjitha duket sikur është një luks ose sikur janë gjëra për elitat, pra diskutimet e tjera, pra protestat, të drejtat, këto duket sikur i përkasin. Unë kam zgjedhur që ta mbaj këtë. Dhe prandaj e trajtova dhe në këtë pjesë. Nuk mund të flas. Po. Mund të flasim pafund për bukuritë natyrore, të mira që na jep natyra, si duhet ta ruajmë natyrën, duhet jemi në harmoni me natyrën, nëse domethënë sillemi keq do na kthehet pas ne dhe ne kemi parë gjitha efektet e shkatrimit të natyrës. Kam zgjedhur që edhe vetë ta mbaj fokusin tek që shkatrimi i Pishporonartës është çështje tërësisht ekonomike në thelb, sepse nga gjithë këto dome që ne do të vuajmë pas, do të jenë mbi ne dhe janë ekonomike, sepse shoh ndonjëherë që ka do pak cinik që thonë që po jo se vetëm për zojt, për shpendët, po jo se nuk do ndodhe asgjë, po jo nuk ka të bëjë vetëm me këtë gjë. Patjetër që aty do shkatrohet një biodiversitet i jashtëzakonshëm,
të cilën duhet ta mbroni me fanatizëm, ç'është e vërteta, duhet ta mbroni me fanatizëm, do të ishin fanatik, ashtu si ka dhe popull tjerë që janë fanatik, edhe janë shumë të ashpër kur vjen puna, kur ti i prek biodiversitetet të tilla, edhe unë kam parë fatmirësisht nëpërmjet rrjeteve sociale, se si ndodh në vende tjera që e mbrojnë me fanatizëm natyrën dhe si janë dhe të ashpër me turistët, duke përfshirë edhe kremin e diellit që ata përdorin në zona të caktuara, që janë të mbrojtura, por ka të bëjë dhe me ekonominë e vendit tonë. Ky model që po zhvillohet do na përjashtojnë ne dhe do na largojnë ne nga këto të mirat, të cilat duhet na takonin të gjithëve. Nuk na afron dhe nuk përfitojmë asgjë pas, përveç shkatrimit të natyrës, edhe përjashtim social nga plazhi, deti, peshku, edhe bukuritë natyrore. Në fakt përjashtimi ka nisur prej kohësh, sepse ka vite tashmë që jugu është shumë pak i aksesueshëm nga një pjesë e madhe e popullsisë. Dhe duke sikur është ndarë veriu zonë ekonomike dhe jugu zonë luksoze, dhe është perceptimi gjithmonë dhe njerëzit madje vetëm ky perceptimi ndonjëherë ndalon që thjesht të shkojnë në jug për shkak të oligarkisë, për shkak të ndërtimeve masive që janë bërë, për shkak të çmimeve që në fakt nuk përputhen fare me realitetin dhe sigur janë kriju, sigur Shqipëria është ndarë në zona ekonomike vetë. Dhe duke sigur njerëzit nuk po ndërhyn me që për shembull të tentojnë që ata që kanë më shumë pasuri të shkojnë në një zonë të caktuar dhe ata që kanë më pak të shkojnë në zona që tani janë ekskluzive për njerëzit me të ardhura të larta. Dhe kjo në fakt është fatkeqësi, duke qenë që burimet natyrore janë të gjithëve nga veriu në jug dhe shumë ndërtimet të cilat kanë synim përjashtimin, të paktën për mua duhet jenë një alarm shumë i madh. Sepse shqiptarët dhe kur duan i frekuentojnë zonat caktuara në Shqipëri, i shkojnë pushime duke u zënë me pronarët e resorteve. Ti jesh me familjen e të zihesh me pronarët e resorteve është stres i jashtëzakonshëm, edhe kur e përjashtojnë veten e tyre nga këto zona, sepse janë çmime jashtëzakonisht shumë të shtrenjta për t'i përballuar. Kështu zgjidhin më mirë të shkojnë në zona të cilat mund t'i përballojnë ose në zona të cilat janë jashtë vëmendjes ose le të themi që nuk janë më aq atraktive sa kanë qenë dikur për të shmangur gjithë stresin e jashtëzakonshëm që pësojnë bashkë me familjet e tyre ku shkojnë për të bërë pushime, sepse do zihesh me edhe kemi parë skena të shëmtuara edhe të dhimbshme në fakt, sidomos ku vjen puna te Bregdeti, një Bregdet i cili është zënë me ligj për përjashtuar njerëzit të cilët do duhet ta gëzonin. Ishte shumë kënaqësi, duke qenë që tema është shumë e gjerë edhe nëse e trajton ka për të trajtuar si në aspektin psikologjik, ekonomik, sociologjik, por pjesa tjetër do të ngelet gjithmonë për një intervistë të dytë dhe të ishte shumë kënaqësi që ta trajtonim edhe në një aspekt tjetër. Tashmë edhe pjesën e përjashtimit edhe se si ndikon kjo më pas edhe në aspekte të tjera. Sepse siç thash përfshihen shumë aspekte dhe ndërtimi është vetëm maja e icebergut, po prandaj doja ta trajtoja në një prizmë sa më të gjerë. Sepse nuk na ndikon vetëm ekonomikisht, por na ndikon në çdo aspekt të jetës. Po të falenderoj për këtë gjë, sepse nuk do doja që thjesht ngelem në një bisedë e cila nuk tregon panoramën e gjerë. Ai sa mund të flasim, sepse është e pafundme, është shumë çështje komplekse. Për kuptuar domethënë se çfarë ka ndodhur në Shqipërinë tonë, por në thelb për mendimin tim ka të bëjë me mënyrën e qeverisjes. Ka dështuar të na qeverisin dhe patjetër që do gjejnë hallka të treta për të shpëtuar veten, për të vazhduar të mbajtur akoma pushtetin. Dhe kemi të bëjmë jemi në oligarki. Oligarkia vepron me ligj zakonisht, po këtu në Shqipëri mund të veprojë edhe para ligjit, se kemi parë se si e bën si të fortë. Në fakt e kemi parë jo më larg se sa në dosjen Meta se si ligjet bëheshin me porosi. Kështu që e kemi të freskët. Arsyeja pse Samir Mane nuk është i akuzuar është për faktin se nëse ti ke korruptuar një politikan edhe ke porosit një ligj caktuar, e ka që nëse kjo çështje nuk shqyrtohet brenda 5 viteve, e humb efektin penal, domethënë te personi që ka korruptuar. Dhe për këtë gjë ne duam ta ndryshojmë ligjin dhe prandaj kemi çuar para një propozim të tillë për ndryshime të kodit penal.
E qartë. Unë gjithsesi të falenderoj shumë, edhe më vjen shumë mirë që prekëm shumë aspekte gjatë intervistës. Ishte kënaqësi të dëgjojmë në intervista të tjera.